Qeveria shqiptare ka ndërmarrë një tjetër operacion në verilindje të vendit ku ka bllokuar 10 biznese në një ditë të vetme me kërkesë të detorisë së tatimeve. Qendra kombëtare e biznesit ka njoftuar për mbylljen e bizneseve në 2 qytetet e qarkut Kukës, ndërsa nuk bën të ditura arsyet të këtij bllokimi masiv. Një ditë të vetme, detoria tatimore e rajonit verior ka njoftuar qendrën kombëtare të biznesit për të bllokuar 10 biznese në qytetet Kukës e Tropoj. QKB-ja nuk ka publikuar arsyet e detajuar të këtij bllokimi masiv, por është mjaftuar vetëm me shpalljen e njoftimit që në çdo rast shoqërohet me titullin vendosje nën masën e sigurimit të detyrimit tatimor. Aksioni i tatimeve të rajonit të verior ka prekur kryesisht bizneset të vogla familjare dhe në raste më të rralla subjektet më të mëdha. Rajoni verior është zona më e varfër e Shqipërisë. Qeveria shqiptare nuk ka ofruar prej vitesh paketa ndihmëse për bizneset e zonës së qarkut të Kukësit, të cilët janë në fazë mbijetese për shkak të fuqisë së pakët blerëse.